Të nderuar miq të RTV-s, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë, Mysafirin në studio, ku për sot kam të ftuar Arsene Betyqin, avokat. Do të flasim për një padi që është bërë ndaj Belisari Zercit nga lëvizja për rikthem, rreth një postimi të tij ditë më parë në rrjetin social në Facebook. Por rreth padisë dhe çka pritet do të flasim bashkë me Arsene. Arsene, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjej. Ndër të tjera keni shkruar për sot në Facebook që sot kemi dorëzuar kallëzim penal ndaj Belisari Zercit, i cili ka bërë thirrje publike për shfarosje dhe spastrim etnik të muslimanëve shqiptar në Kosovë, i cili së bashku me lëvizjen për rikthem i shërben projekteve shekullore të Serbisë për përçarjen dhe vëllavrasjen e shqiptarëve mbi baza fetare. Presim reagim të shpejtë të prokurorisë speciale, e cila nuk është institucion që duhet të bëjë politikë e selektivitet, ashtu siç ka vepruar deri tash ndaj kësaj lëvizje. Por drejtësi, sepse ky është mision dhe detyrim i saj kushtetues, keni thënë në Facebook pas padisë që ndërzuar, çfarë prisni nga kjo padi, meqense pra këtu keni shkruar gjatë dhe keni thënë që ka bashkëpunim me Serbi, i shërben kauzës së Serbisë për çarjen, vëllavrasjen e kështu me radhë. Po, ne presim që prokuria speciale sa më parë të marrë në dorë dhe të shqyrtoj kallëzimin tonë penal, i cili mendoj që është mjaft mirë i arsyetuar dhe i mbështetur me shumë prova materiale, përkatëse gjitha deklarimet kohëve të fundit zotit Belisari Zerci, cilat janë në një linjë, pra në një synim, në një sinkron edhe mes veti, ku pra është një qasje e ashpër, e urrejtjes dhe përdhosjes, tentim përdhosjes së islamit dhe muslimanëve, si elementi i huaj në territorin ballkanik. Ne presim që prokuria speciale të rikthej besimin e gjithë qytetarëve dhe tregoj që është institucion kredibil dhe institucion i cili përmbush detyrime e saj ligjore dhe kushtetues, që edhe ndaj atyre që janë grupe të caktuara në këtë rast, sikurse lëvizja për rikthem, të mos kenë çësje selektive të imunizimit të tyre, pra një farë imuniteti politik, sepse prokuria speciale nuk është institucion politik, i cili bën selektivizimin e grupeve të caktuara, partive të caktuara në bazë politikës udhëheqëse të saj, por duhet që të gjithë paraligjit janë barabartë dhe kushdo që i ka përmbushur elementet e veprës penale, ndaj tyre të fillohet hetimi edhe ngritet aktakuza. Shpresojmë që kjo aktakuzë dhe ky hetim të jetë i shpejt, dinamik dhe të ketë rezultate konkrete, si shembull edhe ndaj lëvizjes Deçanit, po mendoj edhe ndaj lëvizjes për rikthem, se tash janë bërë shumë lëvizje në mesin e tyre, po që në esencialisht janë gjitha vëllezër, që të marrin një goditje të duhur dhe të mos tolerohen deri në atë masa që i apostrofuri, ai ndaj cilit kemi parashtruar kallëzim, ka arritur në nivelin e çmendurisë, lirisë shprehjes, saqë thotë duhet shfarosen, duhet spastrohen etnikisht, duhet ta kenë fatin atyre që kanë pasur në Spanjë dhe Greqi. Por regjia mund na çdini fotografinë në ekran ta shohim se çfarë ka shkruar. Për ata që ndoshta mund të ketë ikur. Pra ka të bëjë me reagimet në Iran, në fakt, pastaj e ka lidhur edhe çështjen që duhet të reagojmë edhe në. Pra do të zhduket, ka thonë, ideologjia, i referohet të islamit, ideologjia primitive i gërnazhit fashiste nga mendja shqiptare, pra do të zhduket islami, që rrënjoset në bazë të kuptimi, edhe e ka frymëzimin nga gjendja trazirat deri javën e kaluar në Iran dhe sipas modelit Spanjës dhe Greqisë. Ata që nuk e njohin historinë mirë, duhet ta dinë që në Spanjë me rekonkista për 100 vjet, dhe më thonë mes shekullit 15 dhe 16, janë spastruar fetarisht, spastrim fetar mbi baza fetare të gjithë muslimanë dhe hebrejt, cilat e kanë sunduar për qindra vite, posaçërisht muslimanët e kanë sunduar Spanjën, një pjesë konsiderueshme Spanjë, kurse në Greqi spastrimi etnik fillon mas 1821 me revoltat dhe kryengritjet e shpalljes pavarësisë që rezultojnë me 10.000 muslimanë vrarë brenda 10 dite dhe përfundojnë me spastrimin e
plot etnik nga shkëmbimi i popullsisë muslimane me popullsinë ortodokse në Turqi, me popullsinë muslimane që ka qenë në Greqi dhe me spastrimin etnik të shqiptarëve qa musliman, cilët një pjesë vriten, kurse pjesa dërmuese e tyre përzihen nga shtëpijat e tyre për të dëbuar në Shqipërinë e sotme. Në fakt, ajo çfarë ka shkruar nuk është edhe mund të bëhet, por mjafton pse ka shkruar. Ne nuk e kemi dertin dhe frikën që mund të bëhet, sepse shqiptarët vullnetarisht janë deklaruar 94%, pavarësisht se sa e kanë ndjenjen e identitetit fetar të rrënjosur brenda identitetit të tyre personal dhe familjar, ajo është çështje tjetër. Mirë po, ajo që ka neve na shqetëson është që po krijohet një standard i tolerancës deri në këto nivele. Pra, çmenduria kthehet në normalitet dhe ky lloj diskursi tolerohet dhe normalizohet. Dhe pastaj kur normalizohet, përderisa normalizohet dhe ky thirr për pastrim etnik, për shfarosje, edhe tjerë mund ta shkruajnë që nuk ka kurfar pasojë dhe të fillojnë të shkruajnë, dhe pastaj dikush mund ta besoj. Sepse këtu fillon ajo që quhet shpërlarja ideologjike. Dhe dikush fillon ta besoj dhe pastaj kjo mund të ketë pasoja konkrete. Sepse jo të gjithë janë nivelin e pjekurisë dhe maturisë ose nivelin e vetdijes intelektuale që të mos bien prej këtyre provokimeve të këtyre grupeve që i shërbejnë armiqve tonë. I shërbejnë Serbisë, me apo pa vetdije, dhe mund t'i nxisin sepse nëse shkruan kështu dhe nuk je i totalisht i amnistuar, nën kupton që je jashtë shtetit është nënën tënde, dhe individ caktuar dhe mund ndërmarrin veprime. Sepse jo, dëgjojmë, duhet të dimë që në shoqërinë tonë shumica dërmuese e popullatës kanë përmbajtje, tolerancë dhe respekt për njëri tjetrin, pavarësisht që shumica e popullatës është muslimane, kanë tolerojnë, domethënë, në atë kuptimin, bashkëtojmë, nuk e konsiderojmë asnjërin më inferior se tjetri, po e konsiderojmë barabartë në të gjitha të drejtat si qytetar të kësaj republike. Mirë po, kjo nuk nënkupton që një grup, një pakisë, sepse ka ekstremizma në dy anë, ka dhe mesin e muslimanëve dhe katolikëve, ose edhe grupeve tjera, duke u përfshi edhe qarqet e shërbimeve të huaja, që nuk ju intereson një Kosovë paqësore, mund t'i nxisin ata, ndërmarrjen e veprime të dhunshme, edhe armiqësore, edhe ndaj vendit, edhe ndaj objekte fetare, edhe ndaj krerëve të fetare, edhe ndaj besimtarëve, edhe ndaj qytetarëve, edhe ndaj shtetit, për të provokuar një përplasje që në instancë fundit i konvenon armikut Serbisë. Për këtë prokuria do të reagojë, sepse nëse ndodh diçka dhe kthehet kjo në një normë, në normalitet, në një diskurs i tillë, atëherë përgjegjësinë parsorë do ta marrin institucionet e drejtësisë, që e kanë toleruar dhe kanë prodhuar eventualisht pasoja të cilat nuk dëshiroj në asnjë mënyrë të mendoj si. Propagandia ka të bëjë ndaj Belisaj Ezetit, po që lidhet edhe me lëvizjen për rikthim e lëvizja të çan, pra është një grup i caktuar të cilët nuk është një raport që postojnë, ndoshta jo në këtë nivel. Kjo është ndaj zotriut Belizar Jezerci, mirë po natyrisht që kjo është pjesë e një filozofie dhe një strategjie ideologjike e këtyre grupeve që po quhen grupe deçanit dhe lëvizja për rikthim në fenë të parëve, në katolicizëm, ashtu siç e referohen ata vetës, dhe këta janë të sinkronizuar në idenë e përbashkët, sepse caku i tyre është denigrimi i islamit dhe i muslimanëve, dhe është pikërisht ai filozofia e cilat kanë ndërtuar, që në realitet është kauza atyre është përdosja e tjetrit. Pra nuk ka ndonjë ide ose alternativë ideologjike ose fetare që njerëzit i thrasin katolicizëm mbi vlerat e katolicizmit, që mbi të gjitha në një shoqëri sekulare, siç është Kosova. Ajo është e drejta gjithë secilit, domethënë që thras këndo në besimin e cilën ai beson, mirë po jo në korrekt përdosjes tjetrit. Pra dallimi mes shumicës muslimane dhe këtyre grupeve, jo katolikëve, po këtyre grupeve politike, është që këta të gjithë idenë e tyre në ftimin edhe në katolicizëm, po edhe në distancim nga islami, në luftimin e islamit dhe në largimin nga islamin, e kanë duke përdosur islamin, jo duke treguar se cila janë ato vlera tua që janë më të mira se sa çdo ide tjetër ose çdo identitet tjetër i cili sot dominon shoqërinë tonë. Çfarë mund të bëjnë këtë rast institucionet përkatëse për padin që keni dërgu? Pra mund ta dënoj Belisajin, mund ta Kjo vepër penale para se dënim deri në 5 vite
Më së pari prokuria do duhet ta përfundonte detyrën e saj, të fillonte timin dhe ta ngriste aktakuzën. Pastaj është detyrë e gjykatës që të vlerësoj dhe ndaj drejtësinë dhe t'jap një dënim meritor. Ne presim që mas pari prokuria ta përfundoj detyrimin e saj, pastaj në gjykatë është në diskrecion gjykatës. Pra deri në 5 gjykatës. vite mundet me u dënu. Po. Mirë po natyrisht që kjo formë e shprehjes, kjo formë e nxitjes, urrëties dhe dhunës, në format më të vrazhda, më të ashpra që mund ta mendoj mendja e njeriu, pra pastrimi etnik dhe shfarosja e popullit tënd, duke marrë model popujt që kanë qenë historikisht armiqësor ndaj Kosovës, ndaj popullit shqiptar sikurse Greqia, është tregues për te kombëtarizmit, mungesës kombëtarizmit tyre, së patriotizmit tyre është tregues, domethënë që gjykata dhe prokuria do duhet që veçanërisht ta merrte me seriozitet sepse kjo është një lloj rrethane rënduese, mund të them, është prej formave më të rënda të nxitjes së urrëties mbi baza fetare. Unë nuk e di ku mundet me shku njëri për te kësaj në rast se thret komplet një grup etniko-fetar, shqiptarët musliman, një binom i identiteteve me u shfaros dhe me u spastruhet në kesh nga territoret tona. Që të kthehemi veç shkurt historisë. Kujt ka qenë ky plan? Ka qenë slavë. Domethënë prej Naçertanjes, prej konceptit të Vasha Çubrilovicit 37-s, po edhe më herët, edhe i Greqisë, domethënë Megaloides, projektit për themelimin e shtetit modern grek, shihet që koncepti i ndërtimit të shtetit është monofetar. Serbo-ortodoks, grek-ortodoks nuk pranojnë brenda ndërtimit të shtetit çfarë do lloj minoriteti dhe çfarë do lloj etnie e cila nuk është e besimit ortodoks slav dhe aty grek. Në këtë rast, me idenë cilën e prezanton zotri Belizari, tregon që ky është në linjë dhe është duke ja marrë zhagun projekteve historike të Serbisë, të cilat nuk kanë vdek. Ato gjithmonë ekzistojnë, sepse ata gjithmonë i kanë synë nga sëndimi i Kosovës, ashtu siç e thonë Serbia e vjetër, Jeruzalemi tyre, mirë po që kanë një moment mirë sepse janë paraqitur disa shërptor të devotshëm, të cilët nuk e dinë që devotshmëria tyre është duke shërby durrëve djallit në Beograd, edhe të cilët domethënë dëshirojnë që të vendosin disa shkëndija për të djegur një shtëpi të bashkëjetesës mes shqiptarëve të gjitha feve, e cila nuk ka arritur armiku ta thyej asnjëherë. Duhet ta dimë historikisht, prej 1878-s, prej kishës Fides në Rom, kur ka bërë thirrje që masovikisht duke dërguar priftrinë që të propagandojnë kthimin ortodoksëve në katolik, pastaj shkrimet nëpërmjet revistës Albania, që domethënë qenurit kombëtar, katoliku është kombëtar i mirë, muslimani ortodoksi nuk janë njëkohësisht kombëtar të mirë sepse i kanë bazat jashtë, e deri tek përzënia konsulëve penimin në 1878 për Abdul Frashit e i merr Prizrenit nga Prizreni në Prishtinë, janë tregues që domethënë kjo është një politikë e qarqeve të caktuara perëndimore, të cilat nuk dëshirojnë një Kosovë të qetë, nuk dëshirojnë që Kosova ta ruajë harmoninë e saj ndërfetare, mirë po që gjithmonë dëshirojnë që nxisin, domethënë përplasja dhe sot e kanë gjetë këtë metodë përmes këtij grupi. Edhe një gjë duhet ta dimë, që kur ka dal Serbia në Adriatik 1912 me 30 nëntor, është mbajtur mesh e posaçme e kishës serbe, e cila mesh është përshëndetur nga gjitha kishat pothuajse perëndimore, italiane, austriake, ruse, gjermane etj. Pra është konsideruar si një mision i shenjtë i krishterizmit karshi muslimanëve dhe është pa edhe pushtimi dhe coptimi trojeve shqiptare, ashtu siç thotë edhe Akif Bajrami në librin e tij mbi lëvizjen për pavarësimin e Shqipërisë 1912-1918, që ka qenë projekcioni që të shporët Islami dhe ka qenë pikërisht lufta kundër Islamit dhe muslimanëve dhe prandaj domethënë janë mbështet aleancat ballkanike mes grekëve, bullgarëve, serbëve dhe malazezëve që të coptohen territoret shqiptare që të mos kemi më një shtet islam musliman në Ballkan. A mund të arsetohet i nderuari Thonjza Belisari Zeci që ka bërë në emër të lirisë së shprehjes?
ligji dhe kushtetuta përcakton që liria e shprehjes është e drejta gjithë secilit për deri në shkallën kur cënon atë që përcaktohet me ligj, pra kryen vepër penale, rrezikon rendin kushtetues dhe sigurinë publike. Tash na kemi drejt televizion me fol çfarë dojmë, deri në momentin kur nuk flasim diçka dhe cila përbën vepër penale. Për shembull, ta kërcënojmë direkt në televizion live dikën ose në xhirem, ose të bëjmë thirrje që dalin, djegjin individ caktuar, vritën individ caktuar. Në rast se ne nuk flasim në këtë sens, në këtë mënyrë, atëherë është liria e shprehjes. Kjo është liria e shprehjes. Mirë, po në rast se si qytetarë keq përdorim lirinë e shprehjes, sepse liria e shprehjes ka kufi, dhe flasim dhe shkruajmë formën si shkruajnë këta ideologët e lëvizjeve për rikthim, edhe lëvizjeve për përçarjen e popullit shqiptar, atëherë liria e shprehjes përfundon dhe të njëjtit duhet përgjigjen për vepër penale sepse rrezikojnë sigurinë publike dhe sigurinë dhe rendin kushtetues të Republikës Kosovës. Pra, një farë me dashje apo pa dashje i shërbejnë projekteve të Serbisë. Nuk ka dilemë që i shërbejnë projekteve të Serbisë, që duhet dim një gjë, ku janë të koncentruar këto grupe në Kosovë. Ndaj cilit territor shqiptar ka pretendime Serbia, ndaj Kosovës, nuk ka pretendime ndaj Shqipërisë. As ndaj Iliridës ose territorit Pollogut dominuar me shumicë shqiptarë në Maqedoni. Ka pretendime ndaj Kosovës. Pse pikërisht ata janë të koncentruar në Kosovë? Zotri Belizar Jezerci ka shkrimet shumëta ku thotë që i manastiri i Deçanit është shqiptar. Nëse ky thotë që është shqiptar dhe ky tash është shqiptar katolik, a nënkupton kjo që bashkimi mes shqiptarëve dhe serbëve do të bëhet manastirin e Deçarit, pra vllazërimi fetar? Kjo mendoj që është edhe në mënyrë pavetëdijshme një tendencë edhe parafrimit edhe me kishën ortodokse serbe, po njëkohësisht këta nuk janë duke kuptuar që nuk janë baballar të kombit, nuk janë me meritorët për çlirimin e këtij vendi, nuk mund janë duke bërë lexim të gabuar të historisë, janë duke harruar krejt historinë e kontributit të shqiptarëve të besimit islam në ndërtimin e kombit shqiptar. Këta harrojnë që rilindja kombëtare, babai i rilindjes kombëtare, arkitekti i parë është Hasan Tasini, Hoxha Hasan Tasini. Këta harrojnë që gjithë pas tij, prej Sami Frashit, Abdul Frashi e tjerë janë nxënës tij. Këta harrojnë që lëvizjet kryesore në Kosovë janë bërë për Hasan Prishtinës dhe tjerëve, për Isa Bolitinit e tjerëve që kanë qenë shqiptar musliman. E pastaj Adem Jasharit e Shaban Pullur. Këta harrojnë që lidhja Prizrenit është të drejtu prej muslimanëve, i merr Prizrenit Abdul Frashi. Këta harrojnë që shpallja pavarësisë është bërë nga Ismail Qemali e nga Vebi Dibra, Hoxha, i cili ka bërë dhe legjitimimin një farforme edhe në kuptimin fetar për domosdoshmërinë e ndërtimit një shteti kombëtar shqiptar. Tash, nëse boshti i kombit tonë është popullata muslimane, qysh po mendojnë këta që domethënë krejt historia do të me fshi edhe me fillu prej zerës edhe me nxjerr porët e kontributeve të elementit katolik shqiptar, pa i nënvlerësuar, sepse ne e dim burrat mëdhaj katolik shqiptar patriot më kanë kontribuar për këtë vend, duke filluar prej Pashkovasës, e prej ministrave të Ismail Qemalit, e pastaj Gjon Sereqit, e shumë figurat maja që kanë luftuar në luftën e UÇK-s. Por të njëjtit nuk kanë luftuar në emën të urrejtjes ndaj islamit dhe muslimanëve, por kanë luftuar për të mbrojtur tërësinë kombëtare të territorit tonë dhe për me bashku Kosovën me Shqipërinë. E këta mendojnë që janë baballar të kombit, domethënë mendojnë që veç këta e kanë mirë edhe që këta janë shpëtimtar të kombit, e kanë kriju projeksionin që fetarizimi i një pjesë të shoqënisë është devijim nga kombëtarizmi. Kjo është pikërisht ideologjia që perëndimor në fillim të shekullit 20 kanë mbjell, që s'mundesh ti me qenë kombëtar i mirë duke qenë edhe musliman i mirë, që është gabim, sepse ka shumë figura të mëdha e shumë xhollar që kanë qenë barës të mëdhaj projekteve për rujtjen e tërësisë tonë kombëtare fetare. Veç Piceki, kur ka filluar mbrojtja e Kosovës 1912-ën, në gusht, mbledhja është bërë në xhaminë e Bradashit nga Hasan Prishtina. Është bërë betimi, sepse kanë pas frikë njerëz aty me shpionu, se kanë ditë që i gjenë diçka në familjen e vet, nëse trajtojnë masi që betohen shtëpitë Zotit.
Në xhaminë e Dumnicës dhe Vllazhanit janë betue qetat e shqiptarëve për me mbrojt kufinin prej sërbëve, prej ushtrisë sërbe, e cila është mësyn tetor të vitit 1912 dhe është mbrojt nga Merdarja deri në Mutivot, deri në pjesën e Gollakut. Krejt o xhallar kanë qenë secili në radhë. Mullaj Idris Gjilani ka qenë udhëhec i lëvizjes për bashkimin e trojeve shqiptare para luftës dytë botnore. Domethënë ka shumë Haki Efendi Muderizi, domethënë gjithë xhallar ka pas figura të mëdha që kanë sakrifikuar për këtë kohë sepse nuk e kanë pas asnjëherë krizën e identitetit mes qenëri shqiptar dhe musliman. Shqiptar është identitet etnik dhe kombëtar, kurse musliman është përkatësi fetare. Këto identitete askund nuk përplasen me njëra tjetrën dhe kanë luftuar për din dhe për vatan. Pra është koncepti i natyrshmërisë, cilën këta po harrojnë me vedi apo pa vedije, dhe po dëshirojnë që ta portretizojnë veten si bartës të kombëtarizmit dhe se të gjithë tjerët nuk janë meritor dhe punojnë kundër interesave kombëtare. Pse mund të keni pikpamje caktuar për një fagurë caktuar ose për një çështje e cila bie ndesh me pikpamjet e tyre? Çka nëse prokuroria hesht ose ka lënë në heshtje këtë çështje, çysh kanë kaluar shumë temat e tjera ose rastet e tjera, a do t'i jep këtyre guxim vullnet që me vazhdu prapë për kauzën e tyre? Nëse prokuria hesht dhe nuk merr veprime timore, pse ka obligim me shështu kallëzimin penal, dhe tenton që ta lejë këtë çështje në heshtje, pse ne do ta përcjellim për gjatë gjitha fatit të përcaktuar ligjor brenda cilit prokuria do duhet që të vendos lidhur me statusin e këtij kallëzimi penal, padyshim që do t'i shtoj edhe më shumë guximin dhe kurajën këtyre individëve dhe këtyre grupeve që ta keqpërdorin maksimalisht t'i keqpërdorin rrjetet sociale për të bërë thirrje të tilla, të cilat në instancë fundit mbjellin urrëtie dhe mbjellin përplasje dhe mbjellin rreshtimet kundërta dhe polarizimet shoqërinë, cilat nuk na duan, asnjë kohë nuk na duan, duke ditur që jemi në një krizë të madhe globale dhe një pasiguri të madhe që askush nuk e din për fatin e saj përfundimtar dhe për gjendjen se cilën do ta ketë pas shumë viteve, sepse balancat botërore janë duke ndryshuar rrjedhimisht dhe ne mund të prekimi që mendoj që armiku jon shekullor gjithmonë e ka një sy hapun dhe një mendje në hapun se çka po ndodh në botë për të shikuar që mos po prishen balancat dhe për eventualisht për tentu kthimin në Kosovë. Andaj neve nuk na konvenon në asnjë situatë një gjendje e tillë dhe prokuria speciale duhet ta di që në rast se hesht do t'i kontriboj shtimit edhe më shumë të përçarjes dhe urrëties nga këto grupe dhe do ta humb besimin e qytetarëve se nuk është duke kryer detyrën që ja ka derivuar kushtetuta dhe ligji. Atëherë zënë, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni. Faleminderit juve. Të nderuar miq të rrethërisë, takohemi në emisionin tjetër. Qëndroni me ne.